Kush është Besa Shahini? Politik bërse dhe ekspert e arsimit e lindur dhe rritur në Prishtinë, në lagjen Velania ku jeton edhe sot. I përket brezit që ka përjetu sistemin paralel arsimor të viteve të 90-ta, duke ndjekur mësimet në shkollën Iliria në kushte të vështira. Arsimi në mesë mekanizm gjimnazin Gjevdet Doda në Prishtinë për ta vazhdu më pas në Kanad në një prej kolegjeve të botës bashkuar United World College, një burset plot që fitoj në atë kohë, zonja Bes. Nga viti 2017 deri në fund të vitit 2020, Besa Shahini ka shërbyer si ministre e arsimit, sportit dhe rinis në Republikën e Shqipërisë. Në këtë ministri do flasim sot gjatë kohës sa kemi në studio, duke udhëheq një periudhë të jashtëzakonshme për arsimin publik. Pas tërmetit të vitit 2019, punoi për rindërtimin dhe rikthimin në funksion të 10 shkollave të dëmtuara, duke siguruar që asnjë nxënës të mos mbetej pa mësim. Vetëm pak muaj më vonë gjatë pandemisë Covid-19 udhëhoqi transformimin më të madh digjital të arsimit në Shqipëri, përmes krijimit të kanalit televiziv RTS Shkolla dhe një platformë online që mundsoi mësimin në distancë për mbi 97% të nxënësve. Sot Besa punon si konsulente për Hertie School, një nga universitetet kryesore të qeverisjes në Bashkimin Evropian, ku merret me intervenime të shpejta në proceset e politikbërjes në vende të ndryshme. Puna e saj përqendrohet në zhvillimin e politikave efektive për arsim dhe qeverisje demokratike, duke bashkëpunuar me institucione publike dhe organizata ndërkombëtare në Evropë dhe më gjërë. Ka master në politika publike nga Hertie School në Berlin dhe bachelori në shkenca politike nga York University në Toronto. Deri në moshën 20 vjeçare ka pikturu. E kishte lëndë kryesore në shkollën e mesme në Kanad, për qejfin e saj ilustron libra të fëmijëve si dhuratë për shoqërinë edhe të afërmit që janë bërë me fëmijë. Por ende nuk ka bërë një të tillë për vajzën e saj. Nervozohet kur në trafik qëllon prapa kamionëve të ngarkim shkarkimit dhe makinave të kantiereve të ndërtimit. Pra është gjithmonë nervoze në këtë vend, veç qasja automjete ka dhe se këtu ndërtohet shumë. Ju ftoj ta ndiqni këtë intervistë për herë të parë në studio me ne, Besa Shahini. Shumë knaqësimet pasën studio. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Se di pse kur nuk të kemi pasën studio, por e lumtun që jemi në momentin ideal me të pasën në studio. Ku flasim për profilin tënd. Gjithsesi, është e vështirë hera parë, por po diskutonim për gjithë kandidatët për Prishtinën. Besa, thash, po pse na asnjëherë se kemi pas Besën në studio? Profili yt i plot, i pasun, si me shkollë, si me përvojë, si me të gjitha. Besa Shahini, a ke pikturu, po filloj me pyetjet
tona që i ka bo ekipa e ki pikturu shkollën ideale atë që i mungon Kosovës, me qenë se gjithmonë e ke dashur pikturën? Është një shkollë super e ndriqume, ku ka hapësirë për nxënës me mujt edhe me i kry punët e shkollës, që është me mësu matematik, gjuhë e këto, po edhe me mujt me i bo krejt aktivitetet tjera që i ndihmojnë nxënësve për me i arrit aftësit edhe potencialin e tyre maksimal. Është një vend ku mësues ndihen të respektuar, ku kanë hapësirë me qenë kreativ, ku ka kohë me i bo dhe aktivitetet e tjera, jo vetëm me mbulu kurrikulën. Aty bëhet sport, aty mësohet për artin, mësohet për gjithçka që ndodh në botë që është relevante për kohën ku jetojmë, edhe ka një qetësi edhe një farë sigurie që e kanë të gjithë që marrin pjesë aty. Kështu që është me shumë ngjyra, është e ndritshme, është e ngrohtë, është një vend që të pëlqen me shku. Interesant, një grua me kandidu për Prishtinën në gjithë këtë hallakom, dhe nuk është e lehtë. A mendon se Prishtina voton gra? Unë mendoj që Prishtina absolutisht voton gra. Këtu nuk ekziston një mendim që është i bazuar në, do të them, a je grua, a je burr, çka po lypin Prishtinë, është njerëz që i zgjidhin problemet e Prishtinës. Çfarë probleme gjinore ki në këtë hallakomen tash fushatës? A ke pse është më e vështirë për një gru me bo fushat, apo je e barazuar, s'ke asnjë? Se unë mendoj që ne prapë kemi në punë e kemi disiplinën që na dallon, mbrim në të gjitha dhe zbojmë kompromise me asgjë për punën tonë, por kur je në fushat, je non, ndjenja jonë është pak më ndryshe, ndërsa ajo na vështirëson mundin e madh që dojmë me bo për komunitetin. Dëgjoj, një dallim nështë që kisha me bo mes grave dhe burrave, është që gratë e shohin se qysh funksionon një qytet me sfidat që i jep kur jetu ku lëvizën për qytet, tu i qu fëmin qerdhe, tu i qu fëmin shkollë, çka të vynë ty me bo për me mbrim punë, kohë e të tjerë, edhe ndjeshmërinë që e kom unë për çdo probleme, po besoj që e kom pak më të madhe se sa ndoshta kundër kandidatët e mi burra që disa prej punëve ndoshta nuk ka nevojë me i kry vet. Me mujt tash me përkthy që të ndjeshmëri në program politik i cili i zgjidh çdo probleme, është ka qenë sfida të cilën na kemi të kaluar dhe sot jemi në një program të tillë. Problemi kryesor sot në Prishtinë është kosto shumë e lartë i jetesës, që unë po besoj gratë ndjejnë shumë a shumë, sepse kanë mu ballafaqu me të gjitha çdo probleme që i sjell kosto e lartë i jetesës. Do të thënë, aja del ti me e çumujën deri në fund me të hyrat që i keni si familje, çerdhja shumë e shtrajt, kopshti shumë i shtrajt, shpenzimet e tjera që shkojnë për shkollë, shumë shtrajt. Banimi është jashtëzakonisht i shtrajt, sidomos këto vitet e fundit që janë rritë shumë çmimet e banimit, edhe po supozoj që arsyeja pse po merrem me këtë temë ndoshta vjen edhe pi faktit që jam grua dhe po i ndjej ne nëse shkojmë e kemi përmendur në radar nëse viziton çdo kryeqytet botës të duket lirë, kushtimisht me thënë se ti jeton në një vend të shtrejtë dhe kur farë diferencës ka me Vjenën ose me vende tjera të Evropës. Ti kthehemi profilit të zonjës Shahini. Cilën ngjyrë do të jepje sistemit arsimor sot nëse do ta pikturoje? Atëherë, kisha me pikturu me ngjyrë të verdh, sikur dielli, për me mujt me i dhanë edhe ndriçim edhe ngrohtësi, edhe mandej gjithçka jashtë shkollës, e kisha pikturu gjelbërt, prej pemëve që kemi mbjellë në proborët të shkollave, për me arrit edhe uljet e temperaturave pastrim të ajrit, edhe është ngjyrat të cilat jep, do të thoni farë qetësie edhe të lidhë me natyrën, kështu që këto janë dy ngjyrat që kisha me pikturu sistemin e arsimit. Çfarë do të ilustroje në librin e parë vajzës tënde kur t'ja dedikosh? Që kjo është sfida, arsyeja pse s'kam ilustruar një libër për ta, është se zakonisht unë kapi një moment prej jetës dhe njerëzve të cilëve jo kum ilustru libra, kur ju kanë lind fëmijë edhe ato e ndërtojnë në libër. Kur e shoh vajzën time edhe ajo po është në atë fazë, është 3 vjeç e gjys, edhe është në atë fazën ku çdo ditë bën diçka të re, edhe sapo vendosi që okay, kam ilustru librin mbi këtë temë, ose mbi këtë interesim, ose mbi këtë fjalë lezetshme që ka thënë, ajo shkon edhe i bën diçka tjetër, kështu që unë thjesht më me mri hapin bashkë me të. Vajzat, sa vjeçare është vajza, zonja? 3 gjys. Drit, me jetë gjatë. Faleminderit. Sistemi arsimor në Shqipëri apo në Kosovë është më keq?
Në Kosovë, për shkak se kemi pas një periudhë që është siguru me qenë sistemi arsimor keq, që është periudat 90-ave, ku qëllimshëm është ndërpre mundësia për shqiptarët në Kosovë me pas akses në shkolla publike, edhe na e dim që kemi krijuar edhe krejt sistemin e arsimit paralel, edhe ajo përkundër që ka qenë një farë procesi ku na e kemi tregu rezistencën që e kemi si popull, dhe kemi tregu që është e mundshme mu organizu, me ofru diçka si sistemi arsimor, nuk muj me thonë që ka qenë cilësor, sikurse me pas krejt financimin që i duhet, edhe me pas qasje në shkolla publike. Kështu që unë mendoj që ka ndodhur në Kosovë në 90-ta definitivisht ka pas impakt, edhe na sot akoma i vujmë pasojat e asaj periudhe. A më shumë të kam su shkolla në Kanada, apo politika në Kosovë, zonja Shahini? Shkolla në Kanadë ka ilustru modelin e shkollës ideale, të cilën mundohemi me e arrit, a politika në Kosovë ka tregu çka është e mundshme dhe çka është e mundshme. Në që duhet në mes të këtyre dyjave me qenë përpjekja për me arrit diçka. Kosova çka edhe një herë tha? Çka ka mësu? Çka është e mundshme. Edhe çka është e mundshme, po, kështu që ti duhesh me mrim deri aty ku është e mundshme, edhe me kalu edhe pak. Mendoj që dikush prej Kosovës më shku kudo në përbot me jetu, ja del. Sepse këtu i ka kalu të gjitha sfidat. Nëse do kishe fuqin që diçka nga Kanada me sjellën në Kosovë, çka është ajo? Politikat për mirëqenien sociale, atje nëse ke nevojë për asistencë sociale, nëse nuk mund të punosh për shkak se ke problem shëndetësor, nëse je mbrapa me mësime, ka politika që i adresojnë krejt këto në mënyrë që me arrit një farë barabartësie. Këtë e kisha sjellë në Kosovë. Në Kosovë na bojmë përpjekje vazhdimisht, po e kam përshtypjen që nuk e arrim kur me i shërby krejt grupeve të marginalizume që kanë më së shumti nevojë për vëmendje. Unë kam pa gjatë kësaj periudhe, kam taku shumë grupe të pensionistëve, kam taku shoqata që merren me fëmijët me nevoja të veçanta. Të gjithë i bojnë përpjekje maksimale, po institucionet nuk mujnë me i mbështet mjaftueshëm që mi ia dhanë një shtys, një dorë që me pas, domethënë, gjithë ato aktivitetet që kanë nevojë njerëz të moshave ndryshme, njerëz me nevoja të ndryshme që kanë nevojë për vëmendje shtesë. Kështu që këtë e kisha sjell prej Kanadës këtu, sepse ata e bojnë më së miri. Sa bukur e thumoj, njerëz që kanë nevojë për vëmendje shtesë. Shumë bukur e thu. Se pas na ndëgjua asnjëherë. Dje kishim një nonë që djali vet ka psu aksident dhe ka të pamundshme me shku në shkollë, se shkolla nuk ja mundson qasjen me karroce. Lëre ma ata që për ditë ka nevojë për vëmendje shtesë. Shumë e bukur. Okej, natyra në Deçan apo në Gërmi kur ngjitesh në hiking kur shkon për vrap, cilën zonë do më shumë? Atëherë natyra në Deçan është e jashtëzakonshme. Unë sa herë ngjitem te ai trekëndshi mes malit. Për cilën natyrë po flet? Natyrë. Edhe shoqja jam natyra është e jashtëzakonshme. Tash isha tu fol për natyrën në kur shkojnë hiking, në Bjeshk. Në Deçan është e jashtëzakonshme, edhe sa herë ngjitem nal, domethënë unë bes pa frymë dhe më duket që po e shoh për herë të parë, sepse shet gjithmonë shet diçka të re. Po Gërmin e du ma shumë se e vizitoj shumë ma shpesh, domethënë unë hikingun ose ecjen e gjatë e bëj rregullisht në Gërmi. Politika dhe kolona në Prishtinë, llogarite që janë një. Me cilin veprim i kishe rregullu? Atëherë, çka kisha bëu për kolona, ideja është që duhet me zvoglu numrin e kerreve në trafik për me mujt mi ul kolonat. Unë për llogaris për politik derisa të po flet. Okej. Kështu që para mendoje çka ishte dashur. Okej. Mirë. Edhe vetëm kaq. Dëgjoj, se e shumë mirë tha. A mundesh me fol me emra? Shumë mirë dha që unë mas shumë ti bona nervoz kur jam në trafik edhe në kolon kur mbes mbrapa makinave të mëdha që janë gjithka. Domethënë makinat për ngarkim shkarkim, makinat për në kantiere ndërtimit që bajnë dhe ngjitesh për pjedzës atje nga varrezat e Audive, edhe është një kamion me dhe që shkon 15 në orë, se s'mundet me shku më shumë për shkak se është i mbi ngarkum, edhe të krijon kolon deri në Tasligje edhe ta bllokon këtë rrugën për Gërmi. Kjo zgjidhet pa ndonjë kosto tu e rregullu oraret kur mund me dal këto makina në trafik. Kështu që hajde ta mendojmë pak çu aplikohet kjo në politikë në përgjithësi, nëse kishim mujt na me pas
rregulla pak më shumë për mënyrën se si veprojmë edhe politikisht, unë besoj që kishim zgjidh një pjesë të madhe të problemeve. Shpresoj të vini ditë për neve qytetarëve me u rregullu kjo Prishtinë. Ke qenë në një shkollë me Mira Muratin? A njiheni personalisht me të? Jo, unë kam qenë shkollë me të, në njëjtën shkollë, po 4 vite para saj. Ajo ka qenë prej viti 2005, nëse s'gaboj. Është Lester B. Pearson College në Kanada. Kush tjetër ka dalë prej asaj shkolle që ne e njohim? Që ju e njehni nuk e di, po... Bursë të plot fitove, moj? Bursë të plot. Shkolla e mesme, pra shkollën e mesme kam nisë në Gjevdedod, dhe pastaj në gjatë luftës kam shku në Kanada si refugjate, edhe atje kam qëndru në Victoria, British Columbia, që në pjesën perëndimore, aty në gjendet edhe shkolla, dhe ata morën vesh, në thamë, përmes sistemit të migracionit që një nxënës nga Kosova është në Kanada, dhe ma ofru bursën e plot për më bë pjesë e shkollës. Do të thënë një fat shumë i madh për mua, në një fatkeqësi të madhe që përjetuam krejt në Kosovë. Cila është sakrifica që e bone të fundit sakrificë? Është kjo pamundësia me kalu kohën që du me vajzën, këto 5 muaj prej që kam fillu të merrem me projektin e Prishtinës. Po e mira është që ajo po kalon shumë kohë tash me Dardanin, edhe mungesa e kujdesit, nuk da s'ka mungesë kujdesit prindor, thjesht mu po mungon shumë, se nuk po e shoh çaj sa kam qef edhe çaj sa unë kam nevojë me taku. Por mirë, po mendon për të mirën e saj dhe të gjithë fëmijëve tjerë të Prishtinës, se na shkojmë të shëru çështu vetëm për të pëbojmë. Qëre kjo është ideja, unë për një menoj që kom që me ofru, edhe po angazhohem për me e përmirësu edhe sistemin e arsimit edhe çështjet e banimit në Prishtinë, kështu që po shpresoj shumë që ja ka vlejt. Uroj po, kemi pa një peticion për banimin në Prishtinë, a mundesh me na shpjegu pak çka është? Në Prishtinë kemi 27.000 banesa krejtësisht të zbrazta ose të pashfrytzume. 1/3 e gjithçka që shohim në Prishtinë që është ndërtuar, do të thonë me banesa, me lokale, me garazha janë pashfrytzume. 27.000 banesa. Po, do të thonë janë lagje të tona, paramendoj Matini, Ulpiana dhe Bregu i Dillit bashk me qenë totalisht të zbrazta. Një pjesë, do të arsyeja pse kemi rrinë këtë pikë është se është investu më shumë, do të thënë si investim në banesa. Paralelisht ekziston nevoja për banim që mbetet shumë e madhe në Prishtinë, tritet e reja që dojnë me dalë me jetu vetë, por nuk e kanë mundësinë sepse është bërë shumë shtrajt edhe qiraja edhe blerja, edhe çmimi i shitjes, në fakt është rritë shumë këto 3 vitet e fundit, se në emën të inflacionit që ndodhi, edhe të rritjes pak të kostës së ndërtimit, e kanë dyfishu çmimin e shitjes kompanitë ndërtimore, edhe jemi në pikë ku kemi banesa të zbrazta, kemi 3 reja që dojnë me dalë me jetu vetë për s'mundën, edhe tregu nuk po e rregullon vetë këtë farë pune. Tash peticionin që kemi në shesh është për me e bën një ndryshim ligjor te ligji për tatimin në pronë, për me kriju një mundësi për tatim shtesë për banesat e zbrazta. Çfarë do të thotë kjo është që nëse ti ke vendos me investu dhe ki 3-4 banesa që po i mban në qels, janë 2 mundësi, do të thonë ose pagu një taks pak më të madhe që komuna me ato pare të mund të ofroj shërbime për qytetarë, se e ke banesën vetëm si investim, ose është mjaftueshëm shtys për me fut banesën në treg. Edhe kur të futën një pjesë e këtyre banesave në treg, definitivisht bjen çmimi edhe i qiraz, që është efekti i parë, dhe pastaj edhe çmimi i shitjes. Kemi taku familje që ka nevojë, do të thonë, fëmijët me dalë banesa aty, se janë rrit, janë për momentin jetojnë banesë me 2 dhoma, po tash janë rrit, ata janë bon 22-25 vjeç, edhe po mendojnë që malet e kanë me shku jashtë për mu pavarësu edhe me dalë me jetu dikun vetë, se sa me mujtë me bo një banesë tyne në Prishtinë, ose me marë banesë me qira. Se qiraja është që nalë, zinxhir dhe vështirëson komplet sistemin e jetës. Kështu që 27.000 banesa janë në Prishtinë. Krejtësisht të zbrazta. Tash edhe nëse i hekin këtë elementin e banimit, do të thonë çai bën një qyteti ndërtim i cili nuk shfrytëzohet prej njerëzve. Pra gërmadha, të cilat nuk po popullohen me njerëz edhe po përdoren vetëm si investim. Kjo nuk është një mënyrë e mirë për me e zhvillu një kryeqytet që ka nevojë për gjallëri, ka nevojë për më shumë njerëz që vinë e shkojnë, ka nevojë për trije të reja. Kështu që po shpresojmë që me në nënshkrimet po i mbledhim. A mundet me qenë edhe një prej arsyeve largimi i
të rinjve prej Kosovës, është një shifër shqetësuese, 100 persona në ditë tu e lshu Kosovën për ditë. Në fakt, pse unë kësaj i kam besu së fundmi, është se ne kemi një kompani që kërkon punëtor në Gjermani, dhe ka pas 400 thirrje brenda 2 orëve program. 400 njerëz që kërkojnë me dalë jashtë është alarmante. Do me thënë, Për një kohë kaq të shkurtë. kanë lëviz 3 vitet e fundit, dikun 215.000 qytetarë kanë marrë leje qëndrimi të përhershme në vende të ndryshme evropiane. Besoj që një pjesë e këtyre njerëzve janë edhe nga Prishtina, se nuk I kemi të ndami me komuna, po na po e vrejmë se në shkollat e Prishtinës çdo vit janë dikun 500-600 fëmijë më pak që shkojnë në këto shkolla, që I bjen që lëvizin krejt familjet. Nuk është vetëm 33-at që dojnë një periudhë tjetës me kalu jashtë, por shkojnë me familje. Edhe një nga arsyet që na kanë artikulu neve gjatë fushatës derë, edhe kur I kemi vizitu bizneset edhe njerëzit në vështëpia, është që është bo shumë shtrajt me jetu në Prishtinë, ndërsa shërbimet nuk është që po I marrim. Pra, është bo shumë shtrajt me jetu në një vend ku mbeturinat I kitë dera, bo shumë shtrajt me jetu në një vend ku nuk mundesh me dalë në trotuar me karrocë. Edhe është një shpërputhje me çka ofron qyteti edhe kosto e jetesës, ndaj e kemi marrë si pikën kryesore me të cilën jo vetëm po dojmë me adresu këtë fushatën që I kemi në Prishtinë, por po dojmë me adresu edhe për te I kësaj. Pra, na duhen 10.000 nënshkrime që të bëhet nismë ligjore, edhe të filloj procesi I diskutimit për ta vendosur këtë taksë, e cila është një nga politikat që mund të shfrytëzohet nga komuna për ta zgjidhur çështjen e banimit. Zonja Shahini, si radar ka 12 vjetë social, asnjëherë politik dhe asnjëherë interesuar u marrë me çështjet politike, përballjet që kemi pas me rastet sociale. Çfarë do neve na ka bu me bo thirrje vazhdimisht dikush me mendu për mirëqenjen e këtij vendi, dhe më pëlqeu që fokusi yt është bashkë e mirëqenja. Ma mirë eci në një rrugë me zallë dhe pa asfalt, po kur e çoj fëmijën tim në shkollë ose ka nevojë për trajtimin ÇKUK, e kam të rregullu me gjithçka të ardhmen e tij. Sidoqoftë, së fundmi uroj gjithë politika me u kthy te mirëqenia e njerëzve. Dhe me punun njëjtën kohë paralel bën se secili ka pozitën e vet. Do të flas telefon me një gru tjetër, që une kom taku disa herë. Nuk po mrin. Okej, e përshëndesim shumë gjithsesi, më duhet patjetër me prezantu një mike tonën, që është Natyra Kushi. Mu më ka pëlqy natyrën se kom taku tash sa kohë, por me qenë se e kam pas mike edhe në rrjetet sociale e ndjek, është të punu vazhdimisht me fushatën e saj, nuk po ndalet as pak, dhe me pëlqeu edhe se di që qëndron Deçani me kandidate me punë me këto, por puna e saj e përditshme afër se cilit qytetar sot më ka bu me organizu me pas bashk në studio. Mirë, Natyrën e përshëndesim shumë edhe ju urojmë suksese edhe në sfidën e saj tashmë. Natyra është të bo një punë të jashtëzakonshme në Deçan, që më kalon më shumë përshtypje, se aku nis me njoft Deçanin për shkak të Dardanit, kështu që kaloj kohë atje. Ka qenë, do të thënë, ekziston një farë ide që jo në Deçan nuk votohen gratë, se është një vend kështu I burrave. Nuk e di çysh kemi me dalë, do të thënë, në zgjedhje në krejt komunat në përgjithësi, po definitivisht Natyra ka tregu që angazhimi I pandalshëm të sjell edhe vëmendjen e njerëzve edhe mandej mund është shumë a shumë me bo kur ke një mbështetje pak më të madhe. Deçani ka specifika të veçanta që unë kisha dashur mi pas të gjithë burrat mas pari, se janë të besës. Janë ndryshe, dhe unë besoj shumë që kësaj here do t'japin shanse dhe natyrës. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi që të pata në studio. Profilin tënd me njoft për sa afërmi Besa Shahinin edhe sukseset të dielën. Shumë faleminderit, sukseset ty me emisionin, është emision shumë I këndshëm me panë në mëngjes, me nis ditën me juve. Po provoj më mbajt. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi.